Qysh me ndryshu një mangësi me 3 etapa të shpejta? Do të thonë, nëse dëshiron ti të ndryshohesh, mundesh mi pa 3 etapa që gjithë se cili për juve i dini, dhe e para prej kësaj është e ta'rif, ta dish se ti për një me ki mangësi. Ama duhesh me dit me sinceritet se unë në vetën teme kam mangësi edhe unë duhet me ndryshu. E dyta është ta mbushësh vetën tënde me sinceritetin më të madh se kjo, shembull konkret, unë jam mendje madh, unë jam alkooliqar, unë jam ai i cili nuk i respektoj njerëzit, këto janë mangësitë e mia, i pranoj me sinceritetin më të madh dhe e treta e kërkoj zgjidhjen dhe u kerrër e përsëriti zgjidhjen derisa të shërona plotësisht. Mendoni një send, nëse e marrim një njeri të smut dhe paramendone, e marrim një njeri të smut dhe e kemi para vetes këtu. E shikojmë dhe gjithë bashkarisht ja kemi gajlen. Duke ja pas gajlen këtij njeri të smut, a e shërojmë? Nuk e shërojmë. E marrim njerin dhe e çojmë te mjeku dhe ja tregon diagnozën dhe mundohet t'ia gjeni ilaçet që ta shëron. E jona është, jo çdo herë ne lip mi dit mangësitë tona, por shumë herë lip me kërku ne ilaçin bashkarisht me diturinë që e kemi dhe ta ndryshojmë veten, ama ta ndryshojmë vetëm për Allahun, duke u bërë rob më të mirë në tokën të cilën po jetojmë.